Përshëndetje. Sot kam vendosur me përgatit një recetë tjetër të reçelit të kumbullave. Një recetë që përgatitet në furrë. Kumbullat përgatiten në furrë, por që me të vërtetë bëhet një reçel shumë i shijshëm dhe shumë shpejt për ta përgatitur. Mjafton që të keni kumbulla dhe pak sheqer për ta përgatitur këtë recetë kaq të shijshme. Në fillim, na duhen kumbulla. Kumbullat së pari i kam pastruar me ujë. Dhe për afërsisht këtu kam 2 kg e gjys kumbulla. Kumbullat do t'i ndajmë kështu për gjys, secilën kumbull, siç po e shikoni. E ndajmë për gjys, pastaj largojmë bërthamën. Largojmë bërthamën dhe kumbullat, kështu siç janë, do t'i vendosim në tepsi. Vazhdojmë edhe me kumbullën tjetër, pra e ndajmë për gjys dhe ja heqim bërthamën. Pastaj kumbullat do i rendisim në tepsi, siç jeni duke shikuar, njëra afër tjetrës. Kështu tepsia do mbushet më shumë me kumbulla. Nuk do të lejojmë hapësira ndërmjet tyre që të gjithë kumbullat t'i vendosim në këtë tepsi. Gjithsej, pra thash, kam 2 kg e gjys kumbulla, por matjen e kam bërë para se t'ja heqim bërthamat. Vazhdojmë dhe tani i rendisim të gjitha në tepsi dhe pasi që kam përfunduar me renditjen, siç po e vëreni, e gjithë tepsia është mbushur, vazhdojmë tani dhe shtojmë përbërësin tjetër, sheqerin. Gjithsej do të përdori 500 gram sheqer. Për 2 kg e gjys kumbulla, 500 gram sheqer janë të mjaftueshme, por ju mundeni edhe sipas dëshirës t'i shtoni sheqerin, varet nga shija e juaj. Pasi e shtova sheqerin, kumbullat janë të gatshme dhe kështu do t'i vendosi në furrë në temperaturë 160 gradë për 50 minuta dhe pastaj do të shikojmë se si do t'alshojnë lëngun e vet kumbullat, pra s'ka nevojë kumbullave t'i shtojmë ujë, sepse ato gjatë pjekjes do t'alshojnë lëngun e vet. Shikoni tani në 160 gradë, pra se si e kanë lshuar lëngun pas 50 minutave dhe tani temperaturën do e rrisim në 170 gradë, kështu do i pjekim për 40 ose edhe 50 minuta të tjera në temperaturë 170 gradë. Do me thonë gjithsej do të piqen për 90 minuta ose 100 minuta. Pasi që kemi përfunduar me pjekjen e kumbullave, reçelin e kemi gati. Unë e kam mbuluar me foli alumini, pasi që filloj pak të merr një ngjyrë më të zezë. Pra nëse e vreni që kumbullat po fillojnë të marrin një ngjyrë më të zezë, mundeni me mbulu me foli alumini, pasi që keni rritur temperaturën në 170 gradë. Dhe kështu kumbullat janë gati, pra reçeli është gati. Me të vërtetë është bërë shumë i mirë, edhe formën nuk e ka humbur, sepse gjatë zierjes apo pjekjes së këtij reçeli kumbullat nuk i kam përzier. Nëse e doni një reçel më të butë, mundeni me i përzi pra kumbullat, por unë nuk i përzi dhe reçeli është gati. Me njëherë ashtu të nxehtë, do e fusim nëpër kavanoza. Unë do të përdor këto kavanozat e vegjël, por mundeni edhe në kavanoza të mëdhej, nuk prish punë. Me njëherë shpejt e shpejt do i mbushim kavanozat sa është e nxehtë, pra sa është e nxehtë reçeli, që më lehtë të bëhet edhe vakumimi ose mbyllja hermetike e kavanozave. Gjithmonë të keni parasysh që kavanozat t'i sterilizoni para se të bëni mbushjen e reçelit.
Kavanozat i mbyllim mirë me kapak të ri, që mbyllja hermetike të bëhet më e sigurt. Kështu do t'i kthej më njëherë përmbës dhe do t'i lëm që të pushojnë mirë. Vazhdojmë tani edhe me kavanozat e tjerë, duke bërë mbushjen e reçelit. Siç po e shikoni, reçeli është bërë shumë i mirë për mrekulli. Mundeni me konsumu për një mëngjes të mirë dhe të shijshëm. Pra ju do të vendosni se si do ta konsumoni. Kjo ishte edhe receta ime e radhës, shpresoj që ju ka pëlqyer. Pasi që të bëjmë mbushjen e kavanozave, çfarë duhet të dim? Kavanozat me njëherë do i kthejmë përmbës dhe do i mbulojmë sa janë të nxehta. Dhe kështu do t'i lëmë që të ftohen deri ditën e nesërme. Të nesërme do t'i kontrollojmë nëse mbyllja hermetike është bërë mirë ose jo. Nëse janë mbyllur mirë, atëherë do t'i leni në ndonjë vend të errët dhe të ftohtë. Kjo ishte edhe receta e radhës. Shpresoj që ju ka pëlqyer. Deri në recetat e tjera, mirëmbëjtje.